Receta që ka çmendur të gjithë botën jashtë të shëron një dhimbjen e kyçeve dhe kockave. Me kalimin e kohës përfundimisht të gjithë përballen me dhimbje të ndryshme dhe një prej tyre janë edhe probleme me kocka dhe kyçet. Dhimbjet e kockave dhe kyçeve nuk janë një dhimbje e zakonshme, kështu që ato tashmë që e kanë përjetuar ndjesinë e kësaj dhimbje e dinë se kjo është pak a shumë një makth. Në disa raste njerëzit nuk janë në gjendje të ecin ose të ulen. A e dini se gjunjt mbështesin më shumë se 80% të peshës totale të trupit? Për këtë arsye duhet të bëni shumë kujdes me gjunjt dhe për t'ju ardhur në ndihmë ne do t'ju tregojmë një recetë e cila shëron të gjitha këto probleme dhe është më e kërkuara. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani vaj ulliri ngrohtë, një copë e vogël xhenxhefil dhe 2 lugë gjelle piperi kuq. Prandaj provojeni këtë recetë dhe do të shikoni rezultatin.